Të nderuar kryetë të Komitetit Fetare, të nderuar përfaqësues të Religion for Peace, të nderuar përfaqësues të institucioneve publike, organizatave shoqërisë civile, botës akademike dhe medias. Zonja dhe zotrinj. Është një nder dhe kënaqësi e veçantë për mua të jem sot i pranishëm këtë forum evropian. Dëshiroj së pari të shpreh vlerësimin tim për organizatorët dhe gjithë kontribuesit të këtij takimi, i cili sjell bashkë përfaqësues të traditave fetare, institucioneve të shoqërisë civile nga vende të ndryshme, me një synim të përbashkët për sosjen e njeriut, nëpërmjet forcimit të dialogut, mirëkuptimit dhe bashkëpunimit për të mirën e shoqërive tona. Koncepti i shared sacred flourishing na fton të shohim përtej dallimeve dhe të përqendrohemi tek vlerat më të larta që na bashkojnë: respekti për dinjitetin njerëzor, paqja, solidariteti dhe përgjegjësia për komunitetet tona. Në një kohë kur bota përballet me sfida të shumta që shpesh krijojnë ndarje dhe mosbesim, vendi ynë përbën një shembull të gjallë të promovimit të këtyre vlerave, duke dëshmuar përmes bashkëtesës dhe dialogut ndërfetar rëndësinë e respektit, harmonisë dhe mirëkuptimit reciprok. Fal kontributit të vazhduar të krejve fetar, bashkëtesa ndërmjet besimeve fetare është një vlerë e çmuar në shoqërinë sonë, një trashëgimi që është ruajtur ndër vite përmes respektit të ndërsjellë, mirëkuptimit dhe bashkëpunimit, dhe që tashmë me krenari e them që i ka kapërcyer kufit kombëtar dhe është bërë ndërkombëtare. Për këtë gjë jemi përgjithsisht mirënjohës. Komiteti Shtetëror për Kultet mbetet i përkushtuar për të mbështetur iniciativat që forcojnë dialogun ndërfetar dhe bashkëpunimin mes komiteteve, si dhe për të garantuar një midis kulërie, besime dhe respekti ndërsjell janë vlera të patjetërsueshme. Jam i bindur se ky forum do të shërbejë jo vetëm si hapësirë reflektimi dhe bashkimi përvojash, por edhe si mundësi për të ndërtuar iniciative konkrete që do t'i shërbejnë mbar botës. Duke ju falendëruar për ftesën dhe angazhimin tuaj, ju uroj forum të frytshëm dhe plot suksese. Faleminderit.